Në kuadër të masave parandaluese ndaj përhapjes së sëmundjes së murtajës, sektori veterinar në Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet në terren, duke ushtruar monitorimet në 51 ferma blegtorale, si dhe në akset kryesore rrugore të qarkut. Qëllimi këtyre kontrolleve është mbajtja në vëzhgim e situatës epidemiologjike dhe parandalimi çdo rreziku të mundshëm për përhapjen e sëmundjes në territor. Urdhër Ministri është miratuar programi mbikëqyrjes së sëmundjes së murtajës ruminantëve të vegjël dhe qarku i Gjirokastrës ka në monitorim 59 ferma me shtrije gjeografike nga zona më e thellë deri në qytet, ku do të miren 1181 kampione serologjike. Dhe pas rezultateve laboratorike, do të shikojmë dhe ecurim sipas protokollit, sipas urdhrit dhe sipas programeve të miratuara. Situata epidemiologjike në qarkun Gjirokastër paraqitet e qetë, veterinerët janë duke kryer profilaksin veterinare sipas programit të miratuar. Sëmundja ka shenja të qarta klinike. Fillon me temperaturë të lartë, e cila është tipike për këtë sëmundje, me rrjedhje nga syt dhe nga hundët, me fshikza në mukozën e gojës, me diare, dehidratim dhe ngordhje. Është sëmundje e cila nuk transmetohet nga kafshët tek njerëzit, po ka karakter shumë të shpejtë ngjitës nga kafsha në kafshë. Përgjegjësja e sektorit veterinar Flora Zharkalli shprehet se deri tani nuk është konstatuar asnjë rast i dyshuar apo shenje pranie të sëmundjes. Megjithatë, strukturat veterinare mbeten në gatishmëri të plotë. Fermerëve ju bëj thirrje të evitojnë kontaktet me tufat e tjera, të evitojnë kullotjen me tufa të tjera, të ju bëj thirrje sapo të shikojnë që në ferm kanë probleme me bagëtin, të lajmërojnë shërbimin veterinar për të monitoruar situatën, që ne të shpëtojmë jo vetëm fermën e tij, por të shpëtojmë edhe fermat e tjera. Autoritetet veterinare theksojnë se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin si pjesë e planit të masave për garantimin e sigurisë shëndetësore në sektorin blegdoral.